Horoskopi ditor, 14 nëntor 2025, dashi, koha për durim dhe vetë kontrol. Sot, mund të ndihesh pak i zhgënjur, sikur gjërat nuk po ecin sipas planit. Por mos haro, çdo vonesë është si një provë durimi që të ndihmon të vlerësosh më shumë atë që ke. Ndoshta duhet të heqësh dorë nga diçka që të pëlqen për të përmbushur një detyrë, ose mund të ndihesh sikur përpjekjet e tua nuk po vlerësohen mjaftueshëm. Mos u dorëzo, bëje për veten tënde, jo për miratimin e të tjerëve. Edhe pse mund të kesh dëshirë të tërhiqesh pak sot, energjia për rregull dhe organizim është shumë e fortë. Përdore këtë ditë për të pastruar, riorganizuar dhe për të rivendosur fokusin. Do shohësh që edhe situatat që më parë të dukeshin të paqarta, sot fillojnë të marrin kuptim. Këshilla e ditës: mos haro, gjithçka që ndodh po të çon drejt një versioni më të pjekur e më të përgatitur të vetes. Demi, mos kërko përkryerjen, kërko qetësinë. Sot mund të ndihesh pak i vetmuar, edhe kur je rreth njerëzve. Është një ditë kur mendja vëren më shumë të metat se sa bukurinë, si tek të tjerët, ashtu edhe tek vetja. Por mos u shqetëso, kjo është vetëm një mjegull e përkohshme mendore. Universi po të thotë, ngadalë so pak. Merr frym, vështro rreth e rrotull dhe shiko realitetin ashtu siç është, jo siç frika e lodhja të bëjnë ta shohësh. Mos gjyko as veten, as të tjerët me sy kritik. Kjo është koha për reflektim, për të kuptuar çfarë vërtet dëshiron dhe vlerëson në marrëdhënien e në jetë. Në anën pozitive, idetë e reja dhe projektet që lidhen me komunikim, shkrim apo mësim kanë energji shumë të mirë sot. Njerëzit do të dëgjojnë më shumë nëse flet pa maska, me sinqeritet. Këshilla e ditës: mos kërko përsosmërinë, kërko lidhje të vërteta dhe qetësi shpirtërore. Binjakët, jo çdo ditë do të ndriçosh, por çdo ditë mund të mësosh. Sot mund të ndjesh sikur njerëzit s'të kuptojnë, si në punë ashtu edhe në rrethin tënd. Mund të japësh gjithë energjinë tënde, por në fund të ndihesh sikur askush nuk e vëren. Mos haro, ndonjëherë universi të ndalë që të rikujtoj se vlera jote nuk matet nga duartrokitjet, por nga përkushtimi që i jep asaj që bën. Ka ditë kur gjithçka rrjedh lehtë dhe njerëzit të adhurojnë. Por sot mund të duket sikur çdo fjalë bie në tokë pa jehon. Mos e merr personale. Kjo është thjesht një provë për durimin dhe maturinë tënde emocionale. Përdor këtë energji për t'u përqendruar tek projektet e tua, për të sistemuar jetën, punën apo shëndetin. Binjakët shkëlqejnë kur përdorin mendjen e tyre të mprehtë. Sot mos kërko vlerësim, kërko qartësi. Këshilla e ditës: mos prit që të tjerët të kuptojnë sot. Kupto veten më mirë dhe do gjesh paqen që kërkon. Gaforja, kur zemra flet, edhe heshtja ka kuptim. Sot mund të kapë një ndjenjë pasigurie, sidomos në marrëdhënie apo në ndonjë projekt që ke për zemër. Mund të duket sikur diçka s'po ecën siç duhet, si të mungojë ngrohtësia që zakonisht ndjen. Por kujtohu, emocionet e tua janë si deti, ndonjëherë i qetë, ndonjëherë i trazuar, por gjithmonë i thellë. Kjo ditë kërkon pak hapësirë për reflektim. Mos i marrësh gjërat personale, mos u mbyll menjëherë në guask. Merr frym, rri me veten dhe pastaj dil sërish me qetësi. Në fakt, aftësia jote për të kuptuar të tjerët është dhurata më e madhe që ke sot. Mund të jesh një ndërmjetës i mrekullueshëm, ai që sjell paqe mes njerëzve kur të tjerët nuk arrin të komunikojnë. Këshilla e ditës: mos i shiko sot gjërat me sytë e zemrës së lënduar, por me sytë e shpirtit të mençur. Ka më shumë dashuri përreth teje se sa mendon. Luani, kur ndjenja e vlerës vihet në provë, sot mund të ndihesh sikur bota nuk po të jep vendin që meriton. Mund të ketë momente ku ndihesh i keq kuptuar, apo sikur njerëzit po të lënë jashtë rrethit të tyre. Dhe për një luan, kjo është si t'i heqësh dritën diellit për pak sekonda. Ndjesi e hidhur, por kalimtare. Mos haro, egoja jote e fortë është edhe mbrojtja jote, por ndonjëherë ajo mund të izolojë. Nëse sot ndihesh i ftohtë nga të tjerët, mos i kthesh shpinën, por pyet veten: çfarë po më mëson kjo heshtje? Ndoshta është koha të reflektosh mbi atë që vërtet vlen, jo mbi duartrokitjet që mungojnë. Në planin financiar, mund të ndihesh pak i pasigurt, ndaj sot është ditë e mirë për ta parë realitetin me sy praktik,
jo emocional. Kujto se respekti i vërtet fitohet me durim, jo me zhurmë. Këshilla e ditës, fillon nga vetja. Kur e ndriçon veten me dashuri të vërtet, bota s'ka zgjedhje tjetër veç se të ndjek. Virgjëresha, kur mendja analizon, por zemra ndjen boshllëk, sot mund të ndihesh sikur universi po të kujton çdo gjë që mungon. Ndoshta nuk po merr vlerësimin që pret, ose ndihesh sikur përpjekjet e tua kalojnë pa u vënë re. Dhe për një virgjëresh perfeksioniste, kjo është therrse, sepse ti jeton për detajet, për saktësinë, për t'i bërë gjërat siç duhet, por ndonjëherë jeta nuk është një listë kontrolli. Është më shumë si një dorëshkrim me faqe bosh që ti i plotson çdo ditë. Sot, në vend që të mendosh çfarë s'ke, kujtoje çfarë ke ndërtuar me duart, mendjen dhe durimin tënd. Në heshtje, ti je ajo energji që mban gjithçka në ekuilibër. Nëse ndihesh bosh, shkruaj, krijo, përpuno një ide, merre si ditë për t'u thelluar brenda vetes. Edhe pak vetmi mund të jetë shenjë për shpirtin kur e përdor për t'u rigjeneruar. Këshilla e ditës, mos kërko përsosmëri tek të tjerët, jeti ajo përsosmëri që bota shpesh harron ta vërë re. Peshorja, kur bukuria përballet me realitetin, sot mund të duket sikur pesha po anon në anën e gabuar. Çështje pune, financash apo marrëdhëniesh mund të sjellin një ndjenjë zhgënjimi. Ndoshta një plan që dukej perfekt ka një defekt të vogël, dhe për një peshore, çdo çekuilibër ndihet si një zhurmë që prish harmoninë, por kjo ditë nuk është kundër teje, është një pasqyrë që të tregon çfarë duhet rishikuar. Venus dhe Saturni po të mësojnë durimin dhe mençurinë. Ndonjëherë duam diçka për pamjen e saj të bukur, por më vonë kuptojmë nëse vërtet na përket. Në vend që të ndalosh tek e pakëndshmja, shiko mundësinë për ta përmirësuar. Mund të rregullosh një plan, të rivlerësosh një blerje, apo edhe të vendosësh kufi emocional më të shëndetshëm. Dhe nëse ndihesh i lodhur, është krejt në rregull të tërhiqesh për pak, hëna po të fton të reflektosh, jo të luftosh. Këshilla e ditës, bukuria nuk qëndron vetëm në përsosmëri, por edhe në aftësinë për të parë dritën në hijet e vetes. Akrepi, kur dashuria dhe frika bëjnë betejë brenda shpirtit, sot mund të ndjesh një lloj ftohtësie në ajër, si të jenë të gjithë më të përmbajtur, më të mbyllur në vetvete. Dhe për një akrep, kjo është ndjesi që ndizet si zjarr nën sipërfaqe. Mund të ndihesh sikur dikush po të fshet diçka, apo sikur ndjenjat e tua nuk po marrin përgjigjen që meritojnë, por kujdes, xhelozia dhe zotërimi nuk janë dashuri, janë frikë e maskuar me pasion. Sot, Venus dhe Saturni të ftojnë të shohësh përtej kontrollit, të kuptosh se ndonjëherë dashuria është liri, jo zinxhir. Mos e kërko përgjigjen me forcë, lëre kohën ta jap vetë. Në dashuri, pritja është më e mençur se reagimi. Në krijimtari mund të mungoj pak frymëzimi, por përfito nga kjo për të reflektuar mbi drejtimin që do të marrësh më pas. Mund të gjesh ngushëllim tek një mik, një fjalë e sinqertë, apo një projekt personal që të rikthen energjinë. Këshilla e ditës, ndonjëherë forca e vërtetë e akrepit nuk është në kontrollin e tjetrit, por në qetësimin e vetes. Shigjetari, kur liria përplaset me kufit e durimit, sot ndoshta ndihesh sikur energjia po të ngadalsohet, si të kesh humbur pak prej vrullit të zakonshëm. Njerëzit mund të duken më të mbyllur, idetë nuk rrjedhin si zakonisht, dhe kjo për një shigjetar që jeton për lirinë, është si të ecësh në përballë. Venusi dhe Saturni të testojnë sot në një mënyrë të qetë, por të fortë. A di të presësh pa humbur besimin? Nuk është dita për të shtyrë gjërat me forcë, por për të ndalur e reflektuar mbi çfarë do t'i vërtet dhe çfarë duan ata që ke afër. Kjo ndalesë mund të jetë bekim i fshehur. Pengesat që ha sot mund të jenë filtri që ndan çfarë vlen nga çfarë s'ka rënjë. Dhe ndërsa hëna të vendos në dritën e përgjegjësive e reputacionit, ti ke mundësinë të tregosh pjekurinë e vërtetë, jo duke folur, por duke vepruar me qetësi dhe integritet. Këshilla e ditës, mos e merr këtë si pengesë, por si pauzë hyjnore. Edhe shigjeta, para se të fluturojë, duhet të tërhiqet mbrapa. Britsjapi, kur ke ndërtuar shumë, por zemra kërkon lidhje, sot mund të ndihesh sikur miqt, kolegët apo njerëzit rreth teje nuk po të kuptojnë. Ka një ndjesi boshllëku, si një mur i heshtur mes teje dhe të tjerëve.
dhe për një britsjap që e vlerëson stabilitetin dhe respektin, kjo është bezdisë, por jo fatale. Në fakt, kjo ditë është një test i vogël i vetbesimit tënd emocional. Ndoshta dikush nuk të dha mbështetjen që prisje, ndoshta fjalët e tua u keq kuptuan. Mos lejo që kjo të mbyll në heshtje apo të bëjë të dyshosh në vlerat e tua. Lër të tjerë të merren me dramat e tyre, ti qëndro në qetësinë e disiplinës tënde. Ndërkohë, hëna në sektorin e aventurave po të fton të dalësh nga rutina. Ndoshta një ide e re, një libër apo një udhëtim i shkurtër mund të ta zgjerojë perspektivën. Kujto se kontrolli nuk është gjithmonë forca, ndonjëherë forca është të lëshosh dhe të rrjedhësh me jetën. Këshilla e ditës, nuk ke pse të bindesh askënd për vlerën tënde. Drita e britsjapit shkëlqen më fort kur hesht dhe punon. Ujori, kur mendja punon më shpejt se bota, sot mund të ndihesh pak i shqetësuar për sigurinë tënde ose për çështje financiare. Por mos lejo që frika të marrë timonin e ditës. Ujori natyrshëm analizon gjithçka dhe sot kjo energji të bën të tërhiqesh pak, duke mos shpërndar idetë apo planet e tua. Kjo tërheqje nuk është negative, ndonjëherë të ruash gjërat për momentin e duhur është më e mençur. Kujdes nga ata që mund të përpiqen të marrin meritën për punën tënde. Energjia sot mund të ndezë zili ose lakmi të fshehtë rreth teje. Përdor këtë ditë për studim, punë strategjike dhe planifikim afatgjallë. Një pushim nga mendimet e tepërta do të ndihmojë të rifreskosh perspektivën dhe të rikthehesh më i fortë. Këshilla e ditës, ruaj mendjen dhe idetë e tua, sepse fuqia e tyre është në mënyrën si ti i përdor, jo në aprovimin e të tjerëve. Peshqit, kur zemra ndjehet larg dhe mendja ka përthen horizontin, sot mund të ndihesh një distancë emocionale nga njerëzit që do të kishe dashur pranë. Ka një ndjesi boshllëku, sikur lidhjet e afërta nuk po përgjigjen siç doje. Por për peshqit, ky është momenti të shohësh më gjerë, jo vetëm të metat e të tjerëve, por edhe mundësitë që lindin nga vetmia. Saturni në shenjën tënde mund të bëjë shumë kritik ndaj vetes, dhe shpesh kjo e bën të duket sikur të tjerët të largohen. Kujto, mos e përjashto dashurinë përpara kohe dhe mos lejo që frika të kontrollojë sjelljen. Përdor këtë kohë për të krijuar, për të menduar strategji, apo për projekte që të japin kënaqësi. Nëse mbështetesh tek vetja dhe vepron me qetësi, do të shohësh se mund të hapen dyert për lidhje të reja ose bashkëpunime. Këshilla e ditës, shiko panoramën e madhe, mos ngel tek defektet e vogla. Ndonjëherë, nga vetmia lindin idetë më të bukura.